Ndjekim tani të gjitha informacionet që mbrin nga mbledhja i përcjell në raportim të drejt për drejt Ergys Gjençaj përsëri. Po Ergys, çfarë prodhoi kjo mbledhje? Disa përshëndetje përsëri, ka përfunduar mbledhja e konferencës së kryetarëve, një mbledhje relativisht e shkurtër në të cilën diskutua për sa i përket ndarjes së kohës mes majorancës dhe opozitës në seancën e nesërme parlamentare ku do të debatohet mbi programin qeverisës. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar demokrat, ka kërkuar që të jetë një debat pa kufizime ku çdo deputet të ketë mundësinë të shprehë qëndrimin e tij pa pengesa procedurale, por konferenca e kryetarëve më pas vendosi që çdo deputet pas prezantimit të programit qeverisës nga kryeministri Edi Rama pranë në kohën e debatit të ketë hapësirë prej 10 minuta për të shprehur qëndrimin e tij në raport me programin qeverisës, por ama kujdes, sipas rregullores, një përfaqësues, një zyrtar i lartë nga grupi i opozitës ka të drejtën e fjalës në të njëjtën kohë sa dhe kryeministri i vendit. Mund të jetë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, mund të jetë kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi apo një person tjetër që do të vendoset nga Partia Demokratike, nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Gjithsesi, nesër në orën 10 pritet të nisë kjo seancë e një rëndësie patjetër të veçantë, pasi do të bëhet prezantimi i programit të qeverisë për këtë mandat të 4 radhës i qeverisës nga Partia Socialiste, programi i cili më pas do të pasojë dhe do të vijohet me debatin parlamentar politik në këtë program qeverisës. Nisida? Po, faleminderit Ergys. Faleminderit. Këto ishin informacionet më të fundit nga